Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani hudhra, por askush nuk e di se çfarë i ndodh diabetit dhe zemrës juaj. Kur hani hudhër, forca e saj është aq e fortë edhe pas 24 orësh trupi juaj përgjigjet pozitivisht për ushqimin dhe për humbjen e peshës, si dhe për trajtimin e problemeve të caktuara. Por çfarë ndodh me trupin tuaj kur hani hudhër të pjekur? Gjatë një ore, sidomos të orës së parë, hudhra treten në stomak dhe ushqen në tërësi të gjithë trupin. Gjatë 2 deri në 4 orëve, ndihmon në luftimin e radikaleve të lira dhe qelizave ekzistuese të dëmshme në trup. Gjatë 4 deri në 6 orëve, metabolizmi i trupit fillon të marrë përfitimet e hudhrës dhe aktivizon gjithashtu procesin e heqjes së lëngjeve të tepërta dhe djegjen e yndyrnave trupore të ruajtura. 6 deri në 7 orë pas konsumit të hudhrës, vetit antibakteriale të hudhrës sapo kanë hyrë në qarkullimin e gjakut, fillojnë të kryejnë në funksionet e nevojshme kundër bakterieve në trup. 6 deri në 10 orë, gjatë kësaj kohe lëndët ushqyese kanë luajtur një rol të rëndësishëm në nivelin qelizor, duke siguruar mbrojtje kundër oksidimit. Gjatë 10 deri në 24 orëve, pas tretjes hudhra fillon në procesin e pastrimit universal dhe gjithashtu sjell efektet e saj në trup. Hudhra është një prej produkteve më të pasura me vitamina dhe karbohidrate të nevojshme, sidomos edhe me vitaminën C. Gjithashtu përdorimi i hudhrës ka vlera të pakrahasueshme në uljen e kolesterolit në gjak. Sipas ekspertëve të Healthside, ajo është një nga produktet më të mira ushqyese, e cila asesi nuk duhet të mungojë në dietën tuaj. Ekspertët thonë se preshja e kuj, hudhra është konsideruar si një ilaç i shenjtë dhe besohet se mund të shëronte çdo sëmundje, që nga e ftohura deri te problemet e rënda. Hudhra është mjaft e dobishme për organizmin tuaj. Pra sipas Healthside do të rendisim në këtë video disa nga vlerat kryesore që do të marrë trupi nga konsumi i hudrave. Ja cilat janë disa nga vetitë e saj shëruese. Së pari, hudhra ka veti të fuqishme antibiotike dhe përdorimi i saj në mjekësinë tradicionale ka qenë edhe shpëtuesi i jetëve përpara se të zbuloheshin medikamentet. Disa analiza laboratorike kanë dëshmuar se alicina mund të vrasë edhe bakterie të ndryshme që ndodhen në shëndetin tuaj. Hudhra po ashtu mbron edhe kundër radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se njerëzit që hanë hudhër kanë më pak prirje të preken nga këto sëmundje famkeqe. Hudhra po ashtu mbron nga problemet në zemër pasi relakson enët e gjakut, duke reduktuar presionin e gjakut. Përbërësit e hudhrës edhe klinikisht kanë dëshmuar se ndihmojnë arterjet të pastrohen nga kolesteroli, si dhe bëjnë gjakun më pak të ngjitshëm dhe më pak të prirur për të krijuar mpiksje. Hudhra ka gjithashtu antioksidues. Hudhra ka 1% të forcës së penicilinës dhe mund të luftojë një numër të lartë të bakterieve siç është Listeria dhe Salmonella. Problemi me shumicën e antibiotikëve është se bakteriet krijojnë rezistencë ndaj tyre, por kjo nuk ndodh me hudhrën. Hudhra është një produkt shumë i mirë kundër akneve. Shumë prej kompanive pasurohen me anë të shitjeve të produkteve dhe kremrave të ndryshëm për ta mbajtur lëkurën më të pastër, por në fund rezultati është zhgënjyes. E kombinuar me produkte të tjera, hudhra mund të jetë një shëruese mjaft e mirë për lëkurën. Një thelpi hudhër në ditë përmirëson shëndetin tuaj, ndërsa 2 deri në 3 thelpi në ditë japin përfitimet të mira shëndetit tuaj. Por kur e përdorni hudhrën në ushqim, ju duhet të prisni deri në 10 minuta pas gatimit të tyre dhe më pas të shtoni hudhrën. Hudhra është një produkt shumë i mirë kundër mpiksjes së gjakut. Provat klinike të cilat janë publikuar në Journal of Hypertension kanë treguar se presioni i gjakut te vullnetarët është zvogëluar me 1 deri në 5% pasi kanë marrë hudhër. Kjo mund të zvogëlojë shanset për goditje në tru me 30 deri në 40% dhe sëmundje në zemër me 20 deri në 25%. Hudhra është aq e mirë sa që efektivisht mund të jetë kundërshtypjes së lartë të gjakut dhe mund të përdoret gjithashtu si një ndihmë më e mirë për shëndetin tuaj. Hudhra është padyshim e plot fuqishme për sa u përket vlerave shëndetësore, por pak persona dinë si ta përdorin atë. Për personat që vuajnë nga tensioni i gjakut, përdorimi i saj bëhet pak specifik dhe kërkon kujdes në përdorim.
Probleme me presionin e gjakut që shkaktojnë tension ndahen në dy lloje. Në ato të hipertensionit që ka të bëjë me presionin e lartë të gjakut dhe tensionin e ulët që ka të bëjë me nivelin e ulët të presionit të gjakut. Sipas Brightside ju sjellim në këtë video një nga informacionet më me vlerë që lidhen me ndikimin e hudhrës në të dyja këto rastet, kur është më efektive dhe rastin kur nuk duhet ta përdorni. Hudhra ndikon te tensioni i lartë i gjakut. Përdorimi i hudhrës në trajtimin e tensionit të lartë të gjakut është një nga recetat më të lashta popullore. Kur trupi rrit prodhimin e një enzime të quajtur angiotensin, e cila ndikon menjëherë në rritjen e presionit të gjakut, zemra pompon gjak në formën të arterieve në trup. Çka kjo mund të dëmtojë arteriet e trupit, por mund të krijojë gjithashtu depozita të rrezikshme të kolesterolit të dëmshëm. Lënia pas dore e këtij problemi mund të sjellë sulm në zemër, goditje dhe probleme të tjera kardiovaskulare. Pavarësisht se hudhra është jashtëzakonisht shumë efektive në uljen e tensionit të lartë, sasia e konsumit të saj nuk duhet të teprohet sepse mund të çojë në ulje të tensionit duke krijuar një sër problemesh. Sasia e rekomanduar ditore është nga 1 deri në 1.5 gram hudhër në ditë dhe kështu do të keni ndikime më të mira për tensionin tuaj. Nëse vuani nga tensioni i ulët, është rreptësisht ndaluar të konsumoni hudhra. Të dhënat tregojnë se hudhra është një produkt shumë i mirë për organizmin tuaj dhe përdorimi i saj në mënyrë të rregullt dhe korrekte mund të sjellë shumë të mira. Thelbi i hudhrës përdoret për qëllime farmaceutike. Mund të përdoret i freskët, i tharë ose i distiluar. Lidhjet e sulfurit dhe alsina janë substancat karakteristike të hudhrës dhe këtë të fundit përgjegjës edhe për aromën që ajo ka. Sipas studimeve, alsina është toksina që qelizat i kanë edhe problem, por temperatura e gatimit ul efektin e saj. Kjo substancë i jep merita edhe veti antibakteriale, antioksiduese dhe ka efekte të mira për shëndetin. Sipas Brightside, hudhra është një produkt shumë i mirë në uljen e yndyrnave në gjak. Shumë studime janë fokusuar në këtë veti të hudhrës. Studimet tregojnë qartë se konsumi i hudhrës mund të ulë kolesterolin në gjak deri në 12%. Megjithatë, studime të mëtejshme tregojnë se duhet jeni më të kujdesshëm me përdorimin e saj dhe nëse merrni medikamente, mos e përdorni. Hudhra është një produkt shumë i mirë për uljen e tensionit të lartë. Ajo ka veti që janë studiuar dhe gjithashtu kanë treguar se hudhra mund të ulë tensionin në mënyrë të rregullt duke përmirësuar gjithashtu edhe kundërluhatjeve të tij. Hudhra është një produkt shumë i mirë ushqyes dhe përdorimi i saj në mënyrë të rregullt dhe të kujdesshëm mund të sjellë shumë përfitime për organizmin tuaj. Gjithçka që duhet të dini ju është ta përdorni me kujdes në mënyrë që të mos krijojë shqetësime për trupin tuaj. Sipas ekspertëve, një kokër hudhër është e dobishme edhe në mbajtjen larg të një sër problemesh, ku disa prej tyre mund të jenë edhe nga më të ndryshmet. Për lehtësimin e problemeve dentare si dhimbjet e dhëmbit, hudhra është një produkt i mirëfillt. Vendosni pak hudhër të grimcuar ose më mirë, lyeni një pjesë të vogël të pambukut me vajin e hudhrës dhe aplikoni në pjesën ku keni edhe dhimbje për lehtësimin e tij derisa të merrni trajtimin e dentistit. Hudhra ka veçori antivirale që ndihmojnë trupin të luftojë kundër alergjive. Për të hequr qafë, ftohjen dhe gripin ndihmon edhe nëse hani një copë të vogël hudhër. Hani 2 ose 3 thelpi hudhër në ditë për disa ditë. Hudhra e papërpunuar është e mirë edhe për ata që duan të humbasin në peshë. Pini një gotë me ujë të ngrohtë të përzier me lëngun e një gjysmë limoni së bashku me 2 deri në 3 thelpi të grirë hudhër të papërpunuar, duke e bërë atë një rregull për stomakun e zbrazët në mëngjes. Hudhra gjithashtu mund të lehtësojë problemet e lëkurës si aknet, puçrat, njollat e zeza dhe mund të ndihmojë gjithashtu edhe në përmirësimin e dukjes së saj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.